Vllaznia ka vendosur të plotësojë të gjitha repartet me lojtarët e huaj, duke bërë që këtë sezon në krahasim me vitin e kaluar të mos krenohemi më me lojtarë shkodran. Në bazë të informacioneve që po tentohen të mbajnë sa më të fshehtë emrat e futbollistëve, përveç portierit nga Malezi do të vinë edhe 2 lojtarë të tjerë. Njëri prej tyre luan në repartin e sulmit dhe është aktivizuar me ekipin e Petrovacit, ndërkohë një tjetër përforcim do të vijë në repartin e mbrojtjes. Futbollisti që pritet bashkohet me Kuqe Blut është mbrojtës qendër shtatlart dhe sezonin e kaluar ka luajtur në Bosnjë. Këto futbollistë me shumë mundësi do të prezantohen të hënën pasi bisedimet mes vllaznisë dhe tyre janë mbyllur. Duke parë situatën e kampin Shkodran, ku deri tani janë larguar të gjithë titullarët, vllaznia nuk do të krenohet me faktin se luan pa futbollistë huaj, siç bëri sezonin e kaluar. Tashmë mbetet për të parë se si do të menaxhohen lojtarët e huaj, të cilët pretendohen se janë në nivele më të mira se lojtarët që kanë qenë pjesë e Kuqe Bluve. Deri tani vllaznia ka 4 përforcime nëse do të marrim si të mirëqenia dhe kontratat me 3 lojtarët malazez. I pari që ka firmosur është kosovari Asir Selmani, që ka luajtur në Maqedoni me Shkëndinë e Tetovës, ndërsa 3 të tjerë nga Malezi ku sipas drejtuesve kontratat janë të mbyllura, duke quar në 4 numrin e lojtarëve që do afrohen. Përveç tyre, synimi i vllaznisë është për të realizuar të paktën 6 përforcime ku me pas stafi teknik do të jetë në gjendje të zhvillojë fazën e duhur përgatitore. Kjo javë do të jetë me intensitet të lartë për sa i përket merkatos, për të parë se çfarë lojtarësh do të afrojë vllaznia dhe nëse në të vërtetë ato do të krijojnë një ekip pretendent për në Kupat e Europës.